Zoti Islami, të fokusohemi pak te raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në këtë rast, sa i përket çështjes së detit, ku duket se tashmë kjo bisedë mbahet e fshehur, po themi në raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë, dhe ende nuk ka një diskutim të hapur publik, edhe pse më parë u la që do dërgohej në Hag për të zgjidhur çështja e detit midis Shqipërisë dhe Greqisë. Çfarë po ndodh në këtë rast? Shqipërinë zotëri sot e mbron Amerika. Dhe Amerika nuk do lejoj të vinë grekët të na vinë na marrin bregdetin e Himarës dhe detin pjesën detare tonë. Dhe jam i sigurt, nuk e di, nuk kam gjë konkrete, por besoj absolutisht që Greqisë i ishte hequr veshi. Tak e kanë kapur për veshi atë Mitsotakin dhe i kanë thënë ku vetë ku çon mushk aty. Kush je ti që dashke të bësh ligjin aty? Se këtë gjë po të ishte trim. Mitsotaki e bën edhe me Turqinë, po Turqia i tregoi vendin. Edhe këtë kërkojnë që ta bëjmë neve. Nuk do bëhet zotëri. Dhe marrëveshjet që bën Edi Rama me ta nënve, se janë grekët vazhdojnë në marrëveshjen që kanë bërë me non-gratën në 2009, në tetor të 2009 zotëri. Në prill të 2009, kur bën gjelim ajo Bakojani, e motra e këtia. Motra e kryeministrit grek. Po, kur Lulzim Pasha firmosi marrëveshjen me Bakojanin. Që gojtë e liga ta din shqiptarët, në Greqi unë kam qenë atje dhe e flisin pothuajse hapur fare gazetarët grek, që kjo Bakojani është e jëma e Mitsotakit, jo e motra. Që ta din, është e jëma. Megjithatë pak rëndësi ka kjo. Rëndësi ka që ajo familje do me çdo kusht që të marrë atë det që u premtoi dhe që bëri marrëveshjen ai Sali Berisha dhe Lulzim Basha në 2009. Ajo marrëveshje siç e pa shkoi përfundoi në Shqipëri, përfundoi në Kosht Plerave. Por grekët e kanë miratuar në parlament dhe e pretendojnë nuk do arrijnë asnjë gjë sepse Shqipëria ka zot. Që politikanët tanë, jo politikanët, po shqipfolësit të shiturit, agentët, spionët, hajdutët, bakallarët e politikës shqiptare të këtyre 30 viteve kanë punuar kundër Shqipërisë. Kundër Shqipërisë, të tërë pa përjashtim. Dhe ka ardhur momenti që Shqipërisë dikush t'i dalë zot. Dhe ai që ka dalë zot sot është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shteti i madh amerikan. Dhe grekët nuk do bëjnë dot absolutisht asnjë gjë, nuk do hedhin dot asnjë hap në marrëdhëniet në lidhje me pretendimet e tyre që kanë në Shqipëri. Grekët pretendojnë dhe gënjejnë në mënyrë pa skrupull që kanë 500.000 minoritarë në Shqipëri. Si i kanë apo si kanë 35-40.000. Ja që kanë lindur dhe fëmijë janë nështuar ata, do t'i vëmë 60.000. Kaq janë minoriteti grek në Shqipëri. Po dhe ata janë të ikur të tërë, s'kan vetur njeri. Dhe ata kanë ikur janë në Greqi. Kështu që Greqia përpiqet me çdo kusht që të duke quajtur Himarën minoritet, gjë të cilën e pranoi dhe Sali Berisha që e quajti minoritet Himarën, për turp të tij edhe për turpin e atyre që rrethojnë, sepse Himara nuk është minoritet dhe nuk na bëjnë dot minoritet bashkëqatarët e mi, na Progonati, na Golëmi, na Kurvelesi si për gjithandej që janë banorë të Himarës, t'i quajnë minoritet. Ose malsorët e veriut që kanë zbritur që në kohë Skënderbeu dhe janë vendosur atje. Dhe shikojni se keni në hartën në muzeun historik në Kruj, keni hartën e vitit 1500, ku në Ballkan nuk figuron të emri grek i Gjikundi, kishte vetëm shqiptar. Dhe harta quhet Skënderbeu. Pra, Greqia vazhdimisht ka kërkuar, se Greqia, politika greke ka një gjë se unë e njoh mirë, se kam në një 15 vjet atje. Kërkon 10 që të marrë 1. Dhe shpreson që midis atyre qindra kërkesave që ka, të realizojë një. Asnjë nuk do realizojë. Është ndihmuar politika greke në Shqipëri, ishte bërë dhurat duke ngritur 2 bashki me Komisi greke. Finiqi dhe Edropullit, e Dervisianit. Zotëri, edhe këto do shuhen, do vi ora që do shuhen këto. Ne presim të bëhet bashkimi kombëtar në Shqipëri. Presim që Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Preshevë dhe Çamëria t'i bashkohen turmut mënd. Dhe kjo do bëhet, se është plan i bërë këtu 100 vjet përpara. Do bëhet, jenë sigur shqiptarët që do bëhet. Kanë kohë
që po na pin gjakun, e ka filluar luftën me neve që kur ata u bën shtet, dhe shteti bën arvanitët, ata suljotët, jo arvanitët, suljotët shqiptarë, të krishterët shqiptarë i bën shtet, i ke shikojnë në Areopagos, i kanë të gjithë herojtë e revolucionit grek janë të shqiptarë, pa përjashtim, të gjithë, me Mjaulli, Bubulina, Kolokotroni, Karaiskaqi, e që ti them të tërë. Pra, dhe me njerë, kisha greke, ajo që është qendra, gropa septike që ka populli grek brenda në shtëpinë ti dhe s'po e pastron dot, është ajo që e mban hapur armiqësinë dhe kërkesat për truallit shqiptare për të aneksuar Greqisë. Nuk do realizoj dot asnjë gjë. Më vjen keq që flas kështu për një institucion fetar, por pjesëtarët dhe drejtuesit e kishës greke janë thjesht shovinistë, agresor të pa fytyrë. Ata vranë Papa Kristofor Nebovanin, ata vranë Petronin Luarasin, domethënë partë e tyre, kuptojmë, dhe ajo politikë vazhdon nga kisha greke. Atë kemi armikën në Greqisë, kemi qytetarin grek. Qytetarët grek dhe fshatarët grek janë vëllezërit tanë në kuptimin e plot të fjalës, se e kemi provuar. I kemi provuar dhe i provojmë ditë për ditë. Janë me të vërtet njerëz të mrekullueshëm, se nuk ta hap njeri derën të fusin në shtëpi zotëri siç e bën ata. Por unë jam i detyruar që ta ndaj shapin nga sheqeri. Dhe jam i detyruar që të them një të vërtet të pamohueshme. Qytetarët grek nuk kanë asnjë lloj pretendimi për trojën shqiptare. Thjesht dëgjojnë çfarë prallis ajo propaganda greke, çfarë ulat trashëgimi ai hebreu Eleftheros Venizelos, edhe vazhdojnë kisha greke ata, po me qytetarët grek jo. Prandaj kam thënë, po deshet ju lutem, ju përgjërojmë juve gazetarëve, asnjë fjalë të keqe për qytetarin grek. Asnjë. Zoti Islami, çfarë pasurie fshihet nën detin shqiptar, pra që kufizohet me Greqinë dhe që Greqia është kaq shumë interesuar për shelfin detar? Të falenderit. Shumë të falenderit. Ta përsëris edhe një herë këtë sepse kam thënë para në një vit e sa. Dëgjoj zotëri, me daljen në dritë në shtyp të marrëveshjes Bakojani-Basha, se ba për ba janë të dy, pash që në shtypin shqiptar në tetor të 2009 nuk thuhej asnjë fjalë për naftën që fshihet në shelfin detar të Shqipërisë në tokë, në det. Kisha të regjistruar, se s'më detyroi njeri mua të regjistroj një bisedë në studio të një gazetar i njohur, Athanasios Strigas, kush është në Ministrinë e Mbrojtjes, e di mirë që ky ka qenë përfaqësuesi grek i Greqisë në NATO, dhe gazetarit Vasil Rafaelidi, i cili i kuj fundit e pyet generalin grek, a kolonel nuk e diçariste, i thot si shpjegohet që amerikanët mbajtën vetëm 2 baza në Greqi, mbyllën 3 baza dhe mbajtën atë të Sudas që dihet që është baza më e madhe në mesdhe që kanë amerikanët, dhe mbajtën edhe një këtu në Larna kanë Prevezi, thotë që s'ka asnjë vlerë, dhe oficiali grek qeshi. Thotë zotëri, kjo që ti që e quan s'ka asnjë vlerë, këtë që ti e quan, këtë bazë të vogël që ti e quan pas një vlerë, amerikanët kërcënuan që ta mbanin me forcë. I thotë gazetari, pse si puna? Sepse në shelfin detar, i thotë, të detit jon, flën 1,5 miliardë ton naft. Që në 95-ën e dija unë këtë dhe e kam videon akoma dhe të shi videokasetën në shtëpi. Dhe kur shikoj që nuk flise njeri për naftën, atëherë thash dalë ose s'kam vdekur, jam i gjallë, mua s'më detyroi njeri që ta regjistroj atë emision, po duke qenë se jam shqiptar dhe duke qenë se e dua shumë vendin tim, pa dhe të lehen komunistët kundër meje, sa të duan dhe të lehen. Nuk më bëhet vonë, përkundrazi më vjen mirë që i kam armiq, po dhe të lehen dhe këta pjesa tjetër që më quajnë socialiste dhe patronaziste e Diramës, se dhe ata gjysmë e kalbur e Partisë Punës janë, dhe të lehen të tërë, bëj shkrimin në gazetën Sot në 27 tetor 2009 me titull "Deri ku do vi kufini me Greqinë, zoti kryeministër", dhe i tërkëm Sali Berisës, duke trajtuar hollësisht
të bisedë që kisha regjistruar në Greqi dhe faktin e ekzistencës së naftës në detin jon. Pra është kjo arsye që grekët ngulin këmbë me çdo kusht që të marrin atë, të ndryshojnë atë vijnë detare me Shqipërinë, se duan që të fusin brenda territorit të tyre atë pjesën që ka naftën. Dhe si e justifikuan? Duke bler plerat e qeverisë shqiptare që e pranuan atë skemë të tyre, por si që zotit kishte burra Shqipëria, dhe ka burra, dhe unë nëpërmjet jush po përshëndes edhe një herë zotin Muslim, oficeri Muslim si Aron Pashaj, i cili argumentoi shkencërisht se ku kalon vija detare në bazë të konventës detit dhe konventave tjera ndërkombëtare, dhe i tregoi vendin se ku e kanë kufirin. Po grekët ç'bën? Thanë, meqense atje kanë atë ishullin Othonoi, që i thonë këta që është ishulli Othonin, sepse O-ia është i në grekisht, dhe jo Othonoi, po Othoni, thanë e konsideruan atë kontinent, jo zotëri, nuk është pjesë e kontinentit, edhe nuk është qendër e banuar, siç është për shembull Korfuzi. Është një shkëmb, si shumë shkëmbinj të tjerë që kanë përdete, dhe nëpërmjet këtij justifikimi ata deshin që të mirrin pjesën më të mirë të detit jon, që është pjesa që i takon shqiptarëve, se dhe emrin ne ja kemi vënë atij detit. Deti ynë, deti jon, yni. Kështu që kjo është arsyeja, ky është shkaku, këto janë metodat që ka përdorur qeveria greke për të marrë pjesën e detit që na takon neve. Nuk do ta marrin. Në një debat që bëja me pronarin tim në Athinë, që më thosh me apashtet e kobrat që kemi marrë neve, thoshë vemi për 4 orë në Tiranë. Po mor zotëri, thash që mund shkoni për 4 orë në Tiranë. Po ti harroni, thash, që Shqipëria ka minimumi 300.000 ushtarë në Greqi. Çfarë thua mor, tha, po i thash. Janë 300.000 burra në Shqipëri, thash, që punojnë e jetojnë, po nuk duhet shumë, i thash. Në momentin që ju do tentoni të niseni për Tiranë dhe ta ndezin Athinën flak, i thash, për gjysmore, dhe shkon Tiranë ti pastaj, i thash. Vuri duar të kokore, ti tha që nuk e ke keq, i tha. Jo, nuk e kam keq fare, i thash. Dhe unë këtë gjë e di, pra edhe Greqia e di, kujtoj se fitoi duke i marrë shqiptarët atje, edhe duke i dhënë dhe shtetësi. Edhe për fat të keq të shqiptarëve i dërgohen dhe ushtarë në kufi me Turqinë, që nëse pas nesër janë ushtarët që vërtet të parët për Grekun. Por harron që ata burrat shqiptarë që janë atje do t'i dalën zotë Shqipërisë.